që 15 vjet në këtë shtëpi banon familja Brahimi, është në rënim e sipër, nuk ka as dritare, dera është improvizuar, po ashtu edhe çatia pikon. Muz Brahimi, krye familjar, sot vuan nga tuberkulozi, është 64 vjeçar, ndërsa i biri i tij, Gazmendi, po ashtu është i papun, e sikur hallet të mos mbaronin. Kjo familje që nga prilli i vitit të kaluar, as asistencë sociale nuk marrin. Mu më kanë puq që 7-8 muj, kështë e të gjohë si je johë për punë. Mos jam johë për punë. Se më kunë johë të une, e fjetojt punë 64 vjeqë. I kom sëtë. U më ndiri në kom. Por, si pas njeriut i cili merret me rastet e tilla në komunën e Gjakovës, heqja nga asistenca ndodh vetëm kur plotësohen kushtet e përcaktuara me ligj. Fatkeqësisht e them shpeshherë që kemi raste kur do thotë për shkak konstatimeve që ndodhen nga komisioni mjekësor kur është në pyetje kategoria parë e paaftësia e familjeve, ndodh që komisioni mjekësor është shpalltaf për punë dhe na jemi të obliguar me largu prej skemës. Megjithëse që ka raste edhe të tilla trona të cilat janë në raste sociale, por na s'mund t'i marrim skemën se është atëherë bim kundërshtim me normat ligjore. Numri i kërkesave dhe familjeve të cilat përfitojnë asistencë sociale pothuajse nuk ka lëvizur, thot drejtori i qendrës për punë sociale. Muj me thonë që nuk ka ndryshuar fort ajo, do thotë nuk është një ndryshim i madh, një mesatar është mbi 1100 familje të cilat kanë marrë ndihmë sociale në komunën e Gjakovës. Do thotë që muj me thonë dikon 4500 banor, dhe që një vlerë është mesatare, do thotë mujore, dikon që paguhen mjetë e kesh në të diçka €1000 për këto familje të cilët e gëzojnë ndihmën sociale. Sipas drejtorit të qendrës për punë sociale, Gjon Luli, sezona kur kërkesat për asistencë sociale rriten më së shumti është Tina Dimrit.